Dje ka vdekur babai Hashim Thaqit. Hashim Thaqit, shpallësi të pambarësisë Kosovës, ish komandanti i UÇK-s, drejtori politik i saj, një njeri i cili shpalli pambarësinë në Kosovës dhe ka qenë kryeministër dhe president i saj. Padyshim është një ngjarje e cila, duke pasur parasysh ngarkesën e madhe emocionale që ka pasur ky njeri, babai Hashim Thaqit, në gjithë harkun kohor, që se i birit i ka qenë student, është përndjekur, është arrestuar dhe pastaj ka dalë në mal, e shënjojnë si një jetë e cila padyshim që ka qenë një jetë makthesh. Është njeriu i cili pa diskutim ka kontributin e tij në formimin patriotik të njeriut të Hashim Thaqit, i cili do mbetet në historinë e kombit shqiptar krahas Ismail Qemalit. Ndoshta këto fjalë ju duken pak të nxituar, sepse Ismail Qemali në një farë mënyrë ka krijuar aureolën e një miti, por shumë shpejt i tillë do jetë edhe Hashim Thaqi. Në kohën e vet, Ismail Qemalin për çfarë nuk e kanë përmendur, edhe djali xhaxhait të tij e Qerem Bej Vlora nuk lë gjë pa thënë për Ismail Qemalin. Por e rëndësishme për Ismail Qemalin është që ai erdhi dhe shpalli pambarësinë e Shqipërisë, ngriti flamurin në Vlorë. Hashim Thaqi ngriti flamurin në Prishtinë, e shpalli shtet të pavarur dhe të mbetshëm. Bëri atë që nuk ishte bërë që nga koha e Dardanëve, që nga koha kur Kosova kishte mbretërinë e saj, mbretërinë e famshme, Ilirët të Dardanëve, që pushtonte sa herë ja kishte qefi Maqedoninë, Greqinë, dorët e dikurshëm janë Dardanët e dikurshëm, mollosët, të cilët harinin dhe impononin edhe fronin e Maqedonisë, që impononin Filipin se këdo merrte për grua dhe pastaj djalin e tij i cili kishte rrënjë lira. Kështu pra, Hashim Thaqi mbas 2000 sa vjetësh, dhe këto fjalë mos ju duken një superlativa, janë thjesht fakte historike, është njeriu që e bëri shtet të pavarur Kosovën që nga koha e mbretërisë së Dardanëve. Është dega jonë shqiptare, neve shpesh na pëlqen të themi krahina jonë, por është një krahinë e barazvlefshme me ne. Është një krahinë e cila padyshim ka një kontribut të jashtëzakonshëm në pambarësinë e Shqipërisë, duke qenë shpeshherë diga e cila përballonte valën e parë të sulmit. Dhe si çdo digë, ajo shkatroi dhe përgjakej më shpesh se sa vetë trulli jam. Nganjëherë mendoj që sikur ne shqiptarët ta donim Shqipërinë sa gjysma që duan shqiptarët e Kosovës, neve do ishim komplet më ndryshe, sepse ka një lloj idealizmi, një lloj fetishizmi të tyre për neve. Kjo duket që në emrat, duken kur vën emrat Berat, Flora, e të tjera, ndërkohë që neve asnjëherë nuk kemi vënë emra Prishtina, Peja, Gjakova, do t'i ngëllonin shumë bukur edhe po t'i vinim. Por neve nuk e duam Kosovën sa Kosova na do neve. Padyshim që është një ndër nga ato vatrat e kombëtarisë dhe neve do na duket çudi se si nganjëherë ajo shpreh ose elementë të saj shprehen për një kombë kosovar, për një gjuhë kosovar, në fakt nuk është fare e vërtet. Dhe Hashim Thaqi dhe gjithë djemtë e UÇK-s, ata që sot janë në burg, dhe mbas 5 vjetësh ende nuk kemi një akuzë kundër tyre, pavarësisht përpjekjeve për të fabrikuar dëshmimtar, janë njerëz të cilët padyshim do mbeten në histori, por kanë krijuar, siç krijohen në raste të tilla, edhe armiqësi të mëdha, edhe përjetime të cilat zakonisht i përjetojnë njerëzit
të cilët s'kan pasur ndonjë lloj guximi për të dalë malit, ose për më tepër kanë pasur privilegjet e ish Jugosllavisë. Kështu që mua më bëri edhe shumë përshtypje një shkrimi Nasim Haradinaj. Edhe ky një ish komandant i UÇK-s dhe i dënuar nga gjykata e Hagës, i dënuar siç i dënon gjykata e Hagës sa për të krijuar një baraspeshim. Mirë, problemi është që jugoslavistët kanë marrë një lloj supergjiro e cila më duket se nuk do mbaj shumë në Kosovë. Askujt s'ka për t'u mbajtur mend emrin, mbaj mend ca që përmendin për shembull që gjua kosovare është një gjuhë vete, dhe pastaj i kanë rrahur në Prishtinë se u kanë thyer brinjët. Gjë që unë nuk e miratoj natyrisht, por shqiptarët e Kosovës e përjetojnë shumë ndryshe këtë problem. Dhe mendoj që ajo do mbahet mend ka për qenë Hashim Thaçi. Dhe babai Hashim Thaçit dhe nëna Hashim Thaçit për djalin që bën. Sikurse dhe baballarët dhe nënat e gjithë atyre që bën djem që dolën malit me UÇK-n. Dhe pastaj u dënuan nga gjykata ndërkombëtare, në mos u dënuan në mbajtjen burgjeve. Padyshim që do përmend fjalët e një veprimtari tjetër të shquar, një patrioti të madh, Hakim Orinës, i cili në një status të tij në Facebook thoshte: askujt nuk do t'ja uroja këtë jetën time, sepse ka qenë një jetë e cila ka kaluar nëpërmjet burgjeve të ish Jugosllavisë, nëpërmjet persekutimeve, nëpërmjet arrative. Kështu që ndoshta jetën e Hashim Thaçit shumë prej neve nuk do ta zgjidhnin. Të dalësh malit, të luftosh për veten tënde, të luftosh për vendin tënd, të vësh në rrezik të dashurit e tu, vëllezërit, motrat, nënën, babën. Dhe në fund të bësh edhe burg për këtë, është një jetë që askush prej neve nuk e do, por ky është çmimi për të mbetur në histori. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rodina Xhunga. Faleminderit.